Bora e Kilimanxharos dhe ujqërit e egër. Në një botë ku natyra vazhdon të na sfidojë dhe të na mahnisë, ekzistojnë vende dhe krijesa që majnë ende misterin e së egrës dhe të paprekshmes. Ky dokumentar na çon në dy skaje të ndryshme të planetit. Në majat të mbuluara me borë të Kilimanxharos, mali më i lartë i Afrikës, dhe në territoret e largëta ku sundojnë ujqërit e egër, simboli i forcës, lirisë dhe mbijetesës. Kjo është një histori për akullin dhe instiktin për hirsjen e maleve dhe ulërimin e natës. Bora e Kilimanxharos. Kilimanxharoja ngrihet madhështor mbi savanat e Tanzanisë, me një lartësi prej afro 5895 metra. Ai është mali më i lartë i Afrikës dhe një nga simbolet më të fuqishme të kontinentit. Ajo që e bën Kilimanxharon unik nuk është vetëm lartësia e tij, por bora e përjetshme, që mbulon majën e tij pavarësisht se ndodhet pranë ekuatorit. Për shekuj me radhë, akujt e Kilimanxharos kanë qenë një mister për eksploratorët, shkencëtarët dhe popullistët vendas. Për fiset lokale, maja e mbuluar me borë ishte e shenjtë, një vend ku banonin shpirtat dhe egërsirat. Por sot, kjo borë po zhduket. Ndryshimet klimatike kanë bërë që akujt e Kilimanxharos të tkurren me shpejtësi alarmante. Aty ku dikur shtrihej një mbulesje trash akulli, sot shihen shkëmbinj të zhveshur. Shkencëtarët paralajmërojnë se brenda disa dekadash, bora e Kilimanxharos mund të zhduket plotësisht. Megjithatë, mali vazhdon të jetë shtëpi për një biodiversitet të jashtëzakonshëm. Nga pyjet tropikale në shpatet e poshtme deri te zona alpine pranë majës, Kilimanxharo është një botë më vete, ku jeta përshtatet me kushte ekstreme. Heshtja e borës në maj është një kujtesë brisht e ekuilibrit të natyrës. Ujqërit e egër, sëndimtarët e heshtur. Në anën tjetër të botës larg maleve afrikane jetojnë ujqërit e egër, grabitqar, të lashtë, që kanë ecur krah njeriut në histori, mit dhe legjend. Ujku nuk është thjesht një kafshë, ai është simbol i lirisë, instiktit dhe mbijetesës. Ujqërit jetojnë në tufa të organizuara, ku çdo antar ka një rol të qartë. Bashkëpunimi është çelësi i mbijetesës së tyre. Ata gjuajnë së bashku, mbrojnë territorin dhe rrisin këlyshët si një familje vërtet. Ulërimi i ujkut që përshkon errësirën e natës nuk është vetëm një thirrje frike, është komunikim, orientim dhe lidhje mes antarëve të tufës. Megjithatë, për shekuj ujqërit janë parë si kërcënim. Gjuetia, shkatrimi i habitateve dhe frika njerëzore i kanë çuar shumë specie ujqërish drejt zhdukjes. Sot në disa rajone ujku po rikthehet. Studimet tregojnë se prania e tij ndihmon në balancimin e ekosistemit, duke kontrolluar popullatat e kafshëve barngrënëse dhe duke i rigjallëruar natyrën. Ujku nuk është armik i natyrës, ai është pjesë e saj. Natyra, mbijetesa dhe ardhmja. Edhe pse bora e Kilimanxharos dhe ujqërit e egër ndodhen në botë të ndryshme, ata ndajnë të njëjtin fat, varen nga ekuilibri i natyrës. Kur klima ndryshon, akujt shkrihen. Kur njeriu ndërhyn pamas, grabitqarët zhduken. Të dyja këto histori na tregojnë se natyra nuk është e përhershme, ajo ka nevojë për respekt, mbrojtje dhe ndërgjegjësim. Kilimanxharo mund të mbetet pa borë, ujqërit mund të mbeten vetëm në libra historie, por ende ka shpresë. Me veprime të ndërgjegjshme, rrugje të mjedisit dhe respekt për jetën e egër, njeriu mund të bëhet pjesë e zgjidhjes, jo e problemit. Bora e Kilimanxharos dhe ujqërit e egër janë dëshmi të fuqisë dhe brishtësisë së natyrës. Ato na kujtojnë se jemi vetëm musafir në këtë planet.